ka filluar zyrtarisht, madje dhe ekzercimet janë përfunduar, planet e rregullimet janë në përpunim të tyre. Falenderoj sinqerisht të gjithë ato që vazhdojnë të mbështesin qendrën me donacione, ndihmë dhe shërbim. Bujaria juaj ndihmon që qendra të vazhdojë të zhvillohen dhe të shërbejë komunitetin. Zgjedhjet e boardit kryetar do të mbahen në janar të vitit 2027, inkurajojmë gjeneratën e re që të angazhohen të marrë pjesë dhe të kontribuojnë me ide dhe energji të reja për të ardhmen e qendrës tonë. Së fundi, data e Bajramit do të mbahet të dielën me 31 maj në orën 7 në mbrëmje. Me presin të gjithë familjet dhe antarët e komunitetit të marrin pjesë dhe të festojnë së bashku. Allahu e bekoftë të komunitetin tonë, i bekoftë zemrat tona dhe vendosë të bereqet në projektet tona. Lutemi që çdo hall dhe drejtë që kemi, Allahu të rajojë nga ne. Ju urojmë shëndet dhe sukses në të ardhmen. My dear respected brothers and sisters, Eid Mubarak to all of you. Today I would like to update you about some important details as the board we are undertaking this year. Regarding the parking project, the application process for parking expansion has officially started. The survey has been completed. Architectural drawings and planning are currently in progress. We sincerely thank you to every one of you for their continued donations, support, and service to the center. Your generosity helps keep the masjid active and growing. Board elections are scheduled for January 2027. We strongly encourage young members of the community to get involved, participate, and contribute with fresh ideas and leadership for the future of our center, so we can take our center to the next level. And finally, the Eid dinner gathering will take place on Sunday, May 30th.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa kabbirullaha takbira. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa kabbirullaha ta'ala takbira. Allahu akbar. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وكبروا الله تعالى تكبيرا. الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, këto janë fjalët të cilat pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam na ka mësuar që me fillu këtë ditë dhe me thanë në këtë ditë dhe në ditët të cilat janë në vijim deri në ditën e 4 të Kurban Bajramit me namazin e Iqënis. Pra, siç i thojmë ne, tekbir në ditët e Tashrik. Pra, ditët e Tashrikut janë këto 4 ditë të Kurban Bajramit. Dita e parë, e dyta, e treta edhe e katërta. Por me xhamat, në fakt ne fillojmë qysh në ditën e Arafatit, i bjen me kënë 5 ditë. Dhe ku ka ma bukur se sa njeriu i cili e lartëson Allahun xhalla xhelaluhu duke i treguar vetvetes së tij dhe të tjerëve se nuk ka asgjë tjetër e cila meriton të konsiderohet më e madhe se hyjnia të Madhit Zot. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e tij famlar ka urdhëruar dhe ka thënë që ne me të vërtetë të kemi dhënë ty el Kauthar. Ne të kemi dhënë ty, o profet alayhis salam, el Kauthar. Dietarët thonë që fjala Kauthar simbolizon lumin i cili është në xhennet. Shumë prej dietarëve konsiderojnë el Kauthar çdo gjë e cila përfshin mirësi. Çdo gjë e cila përfshin mirësi. Pra, pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam i ia dhan çdo gjë e cila është e mirë. Fasalli li rabbika wanhar, duke mendu, duke konsideru këto mirësi të cilat të janë dhanë ty në thojza, dhe thanë jo në thojza për në klapa, fasalli, fale namazin. Edhe Allahu xhalla xhelaluhu përmend namazin
konsiderohet këtu namazi i Kurban Bajramit. Wanhar bane flejimin, bane sakrificën, pra bane kurbanin. Dhe ky është një urdhër hyjnor për bamjen e kurbanit. Kush e ka obligim bamjen e kurbanit? Secili person i cili arrin të ketë shumën e nisabit, që është shuma minimale e personit, shuma minimale e personit për me dhanë dhe thanë për me ba kurban. Pra kjo nuk do t'jetë shumë e rujtun, sa atëherë nëse shumë e rujtun, aja është për zeqat. Por një shumë e cila është poseduse për momentin, atëherë njeriu dhe shuma e tillë kemi të baj me $18,000 afërsisht këtu në Amerikë, me $18,000, ai person i cili e posedon atë shumë e ka për borxh, është vajib që të jepet një kurban. Por sikur edhe burri edhe gruaja të jetë në punë dhe të kenë shumën e dyfisht, atëherë dhe kurbani duhet me kenë i dyfisht. Se fatkeqësisht disa individ kujtojnë se kurbani është vetëm një për familje, por nëse gruaja punon gjithashtu, edhe ka rrogë të mirë, edhe ka kursime dhe ajo, është e domosdoshme që 2 kurbana të bahen. Po sikur edhe fëmijët të jetojnë me ty në shtëpi, dhe djali për shembull ka një punë, edhe ka fitim, edhe arrinat shumë, atëherë edhe djali duhet me bë kurban, megjithëse djali jeton në një familje. Pra kemi të bëjmë me 3 kurbana, jo vetëm me një person. Kjo është vetëm thjesht një sqarim për disa njerëz të cilët kujtojnë se kurbani është vetëm një për familje, kur njëjtën kohë ka disa persona të cilët punojnë dhe kursejnë në familje. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, kjo ditë është dita e sakrificës. Kurbani simbolizon sakrificë. Pa sakrificë nuk ka sukses në jetë. Pa sakrificë nuk ka zanat. Pa sakrificë nuk ka shkollë. Pa sakrificë nuk ka një jetë të mirë. Pa sakrificë nuk ka xhennet. Kurani famlar thot: "Am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." A menduat ju se do të hyni në xhennet pa e pasur parasysh, ose pa i pasur parasysh shembuj të cilët kanë ardhur para jush? Skamleku i ra atyne, ankthi i ra atyne, dhe arritën deri në atë pikë që profeti i tyne tha: kur vjen ndihma e Zotit. Mos lejoni që kë ajet të hinë në një vesh dhe të dalin në veshin tjetër. Allahu në Kur'an na tregon se gjeneratat përpara kanë sakrifikuar deri në atë pikë që pejgamberi i tyne ka thënë kur vjen ndihma e Zotit. Nuk është se pejgamberi e ka pas në dyshim se Zoti a ndihmon robin e tij apo jo. Ai ka ditë se Allahu gjithmonë e ndihmon robin e tij. Por pyeti kur pa vjen, pse? Sepse jemi duke pasur probleme. Jemi duke kaluar sfida pas sfidash, katastrofë pas katastrofet. Kur vjen ndihma e Zotit? Edhe Allahu i tha: ala inna nasrallahi qarib, që ndihma e Zotit është afër. Dhe ne të nderuar, ftohemi që në këtë botë të kemi parasysh se kjo është botë darul ibtila, është bota, dynjaja e sfidave, dynjaja e testit.
Bota e testit nuk është bota e rahatlekut. El akhira hiya darul qarar. Ahireti është bota ose është vendbanimi që aty do të ketë karar, pra do të ketë një rahatlek, do të jenë gjanat në vijë ashtu siç kemi dëshirë ne. Këtë simbolizon kjo ditë e shenjtë. Kjo ditë simbolizon sakrificën. Mos të arrijmë në atë pikë që të thojmë s'na interesan ma se ka lodhje feja, ka lodhje namazi, ka lodhje agjërimi, ka lodhje me shku me fal namazin në xhami me xhamat, ka lodhje me kontribu në rrugën e Allahut, ka lodhje me mësu islamin si që duhet. Mos të ankohemi, vallahi mos të ankohemi. Se jetojmë në mirësit më të mëdha, jetojmë në mirësit më të mëdha. Njerëzit nuk dinë se ku me çu paren. Njerëzit nuk dinë se ku me çu ushqimin, se kanë aq shumë sa që i tepron edhe hedhet në plehra. Nimeti Zotit, ushqimi i Allahut. Kanë aq shumë kohë sa që s'din që me ba me kohën e tyne. Në të njëjtën kohë, ka njerëz të cilët nuk kanë kohë. Pse? Se kanë obligim pas obligimit. Ka njerëz të cilët nuk e kanë kashatën e gojës për me hangër, kur ne e hedhim ushqimin në plena. Dhe prap thojmë që sakrifica është diçka e rëndë. Shkumja në xhami, Allah, është diçka shumë e rëndë, s'kam kohë për atë. Me mësu për islamin, me anixhu një ligjërat, s'kam kohë për atë. Shumë mos gjatë ky hoxha me ligjëratën. Ka njerëz të cilët vinë një herë në vit në xhami, 2 herë në vit në xhami. S'kan durim me anixhu as 10 minuta, se i duket e gjatë. Po ba mu ul edhe me pa një film, ose ba mu ul, Zotin e rujt me ba disa harame, kalan ora, shkojnë 2 orë, 3 orë, edhe personi halan nuk i bën përshtypje, i duket sikur ka kalu vetëm 10 minuta. Am hasibtum an tadkhulul janna? A kujtut ju se do të hidhin në xhennet aq lehtë? Kujtut se do të hini në xhennet kam për mi kam para televizorit? Ose thjesht punove, fitove disa dollar re me fjetë edhe erdhe një herë në xhami në vit? Ja, absolutisht ja. Dini Zotit, feja Zotit kërkan sakrificë. Ashtu si kanë sakrifikuar ata burra përpara, ashtu ka nevojë çdo kohë për sakrificën e vet. Dikush do të thonë, hoxh, e kuptoj se përpara na kena pas gjenerata që kanë luftuar komunizmin, i cili ka qenë një sistem që e ka ndalu fen, e ka ndalu kyt, e ka ndalu atë. Aja ka qenë sfida e tyre asaj gjeneratës. Cila është sfida jonë e kësaj gjeneratës? Cila është sfida e këtij shekulli në të cilin jetojmë? Shikoni njerëzit që ecin si robota. Shikoni njerëzit që ecin, kanë zemër, por nuk kanë ndjenja. Kanë zemra, por s'kan ndjenja në zemra, janë bosh. Kanë tru, por nuk e vënë në funksion trunin. E din se duhen me kanë njerëz të moralshëm, por nuk e din se çka është morali. Nuk e din se çka është etika. E din se duhen me pas vlera, por nuk e din se çka janë vlerat. Prandaj, kjo është lufta me të cilën ne përballemi sot e kësaj dite. Këto janë sfidat me të cilat ne përballemi sot e kësaj dite. Dhe nëse ne nuk i kuptojmë sfidat me të cilat ne përballemi, ne kemi humbur betejën. Ne s'kemi nevojë të sakrifikojmë hiç. Sakrifica nuk ka për ne. Pse? Se ne hala as nuk e kuptojmë se çka duhet me bë. Cila është detyra jonë, cilat janë detyrat tona. A kujtut që do të hini në xhenet aq lehtë? Prandaj, të dashurit e mi, 2 gjana kërkohet. E para, atë tru
që Zoti na ka dhënë ta vëmë funksionim për hajër, për gjanat e mira. Të mendojmë se si me dal nga kjo jetë faqebardh, si me ndihmu njerëzit tjerë dhe si me adhuru të madhin Zot. E dyta, gjithashtu atë zemër që Zoti na ka dhënë që të kemi ndjesi, të jemi të gjinshëm, të jemi të kohës, të momentit, jo vetëm thjesht ta shohim atjetrin duke vujtur, sa gjuna. Jo, sa gjuna edhe çoj mangë sipër edhe ndihmoje personin tjetër që ka nevojë. E shikon atë person që s'ka punë, mundoje me ja gjetë punën. E din se ka ndodhur një katastrofi dikun, atëherë ndihmoje me paret. Ai s'ka pare, ti ki pare këtu, ndihmoje me pare. Nëse s'mundesh me kanë prezant atje. Pra ti je i gjinshëm. Pejgamberi alayhis salam na mëson në një hadith që ka lidhje me këtë ditë, që Allahu xhalla xhelaluhu e ndihmon robin e tij përderisa robi i tij është në ndihmën e vllaut të tij. E përsis dhe njëherë, Allahu e ndihmon robin e tij përderisa robi i tij është në ndihmën e vllaut të tij. Ne jetojmë në një jetë dhe në një vend dhe në një shekull që gjithmonë, çdo kohë thret vetja ime. Individualizmi ka arrit në pjedestale shumë të larta. Secili thet vetëm mua më intereson vetvetja ime, s'më intereson askush tjetër. Dhe këta janë shehje jo të mira të dashur. Muslimani është për veten, por është edhe për tjerët. Shikone, surja Kauthar. Fasalli, të gjithë ju e dini. Fasalli li rabbika wanhar. Falu për Zotin tënd. Dhe kjo simbolizon vijen vertikale. Falu për Zotin tënd, krye ibadetin. Ndaj kujt? Ndaj Zotit. Vija vertikale, rob Zot. Ashtu siç janë shumë adhurime të tjera. Wanhar, baje sakrificën, bëne flijimin, bëne kurbanin. Kjo është vija horizontale. Lidhja e njeriut me njeriun tjetër. Pra, shikoni se sa e larmishme është feja islame, ka aspektin horizontal dhe gjithashtu aspektin vertikal. Të dyja këta janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, nëse njëna nuk përfshihet ose nuk zbatohet, atëherë tjetra nuk pranohet. Pra ti lutu Zotit sa dush, nëse ki hin hak robëve të Zotit, nuk e arrit kun, s'ke shku lërg. Dhe gjithashtu, nëse ti je mirë me njerëzit, po nuk e ul njëherë ballin në sejdë me u lut krijuesit tan, me falenderu krijuesin tan, me fal namazin, me agjëru Ramazanin, me bë mirësi, atëherë kote ke. Edhe aja nuk, dhe thanë, nuk e ka, nuk çan larg asaja. Të dyja këto vija vertikale edhe horizontale duhen me kenë të balancuara me njëra tjetrën. E lusë Allahun xhelle xhelalu për mirësi dhe gjithashtu për pranim të adhurimeve tona dhe e lusim Allahun xhelle xhelalu që të na bashkoj zemrat tona, të bashkoj mendimet tona, ashtu siç na ka bashku këtu në Safa, siç jemi afër me njëri tjetrin, ose ashtu siç i bashkon haxhit në Qabe, që ka miliona që janë të gjithë në një vend, ashtu t'i bashkojnë edhe qëllimet tona. Se nëse ne jemi të bashkuar me trupa, por zemrat tona rrahin në drejtime të ndryshme, mendet tona kanë mendime të ndryshme, dhe Zoti na ruaj kur ata mendime janë kundër njëri tjetrit, atëherë ne arrim të shkojmë larg. Përsëris arrim të shkojmë larg. Prandaj them që Zoti inshallah siç na ka bashku kështu, na i bashkojnë edhe zemrat tona që të kemi qëllime të njëjta dhe rezultati të jetë i suksesshëm. Allahu xhelle xhelaluhu na fal neve për gabimet tona, i dhaf mëshirë atyre të cilët kanë rruar jetë prej familjeve tona dhe prej umetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allah is the greatest. Allah is the greatest. There is no deity but Allah. Allah is the greatest. And all the praises belong to Allah. Dear brothers and sisters, we start this beautiful day of ours, this Eid al-Adha, with these beautiful words that God is the greatest. No matter what we have in our world, no matter how much suffering is there, no matter how many problems and challenges we face on a daily basis, when we say Allahu Akbar from the bottom of our hearts, we are reminded that there is a Lord, there is a Creator that is greater than anything else. He is greater than poverty. He is greater than disease. He is greater than stress. He is greater than anything that I am being tested with. Allah is the greatest. Today, the day of Adha, Eid al-Adha, is a day of sacrifice. Yes, we do slaughter animals. And yes, we distribute the meat of the animals with those who are less fortunate, with those who have less. So that is a sacrifice. But that also symbolizes something bigger. It symbolizes that in our lives, we have to do other types of sacrifices. We have to sacrifice from our time. We have to sacrifice from our wealth. We have to sacrifice from our knowledge by teaching the others. We have to sacrifice from our efforts in order to make a change. We're not meant to be people of individualism in a way how it is being practiced nowadays in the 21st century in many societies. There are individuals who don't care at all about communities. They don't care about their families. They don't care about their surroundings. They don't care about their societies at all. All they care about is themselves. That is not our faith. That goes against our values. We are people who give. We are people who try to establish the vertical line, which is the relation between the servant and the Creator. We try to establish that and preserve that and develop that. And at the same time, the horizontal line, which is human to human relation, huquq al-ibad, as it is called in Arabic, the rights of the people. And often we are reminded that if we do not fulfill the rights towards each other, we cannot expect forgiveness or even acceptance sometimes of our acts of worship that we do towards our Creator. As we also don't expect our Creator to reward us with paradise and different rewards when we have healthy relations with others, but at the same time we forget to do our acts of worship, praise God, thank Him, worship Him, and ask for forgiveness, perform the prayers regularly, visit the masjid, fast, and do all of the other acts of worship. We cannot expect the good relations that we have with others to save us because of just simply having those relations and forgetting about our vertical connection with our Creator. That doesn't work either. So both of them have to be balanced. Both of them have to be fulfilled, maintained, and developed in order for us to achieve something good in this world and the hereafter. And that, my brother and sister, is called sacrifice. Because that doesn't come cheap. Without putting efforts, you cannot perform 5 daily prayers without putting efforts. Right? You cannot give zakat without putting efforts. You cannot maintain healthy relations with others without putting efforts. To forget about the values, to forget about standards, it's easy. All you do is just don't care. All you do is be less aware of your surrounding. All you do is just simply ignore people around you. Ignore signs that God sends to you. And just live your life without any worry, without any preoccupation at all. Without thinking, without being present. That's easy. But what is the result of that? There's no result. There's no good result of that. So Islam wants us, Allah wants us to live a life
that is dynamic. A dynamic life. This dynamic life requires from us to sacrifice often. And as I said, this day is a symbol. Sacrificing an animal, slaughtering an animal, and feeding the poor people is a symbol for us. Again, it doesn't remain just as a symbol, right? Because we do that. We do sacrifice, we do share. But this remains a symbol for us to continue putting efforts and sacrificing through our daily lives, and not only once a year. Just like Ramadan, right? We fast. But the fasting of Ramadan should not only be during the month of Ramadan. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam advised us to fast throughout other days as well. Mondays and Thursdays. 12, 13, 14, 15 of each month. Right? Yawm al-Arafah, the day of Arafah, which was yesterday. Yawm al-Ashura, the day of Ashura. And many other times throughout the year. So, again, these are all reminders for us to continuously perform these acts of worship. And Jannah is not cheap. Jannah requires sacrifice. We live in times when we are battling with misinformation out there about our own values. Our generation has to be a generation that stands and teaches the others, and of course our children and ourselves, to our own families to begin with, but also the others, the right information about our own teachings, about our own values. Because others out there are learning about your values and my values from people who have nothing to do with these values, but they are spreading misinformation out there. And therefore, majority of the people, whether it is in this society or other societies, are thinking negatively about our own religious values. And that is a concerning thing. That is not something to take it easy. If majority of the Americans are thinking about Muslims negatively, that has an impact about the way how I live my life. It has an impact in my life. And I need to do something about it. But I cannot do it by myself. If we all stand together, if we all consider this as a priority in instilling values in the society here, the right values, and representing what our values are in the best possible way, then we are fighting the fights that we're meant to fight. Often people say, well, my father used to fight back in the days and used to donate and used to gather money to fight the war in Kosovo, to fight the war in Bosnia, to fight the war here and there, which is great. They did amazing. That was their fight. What is your fight? No, I got no fight today. No, you do. It is your inability to recognize what your fight is and stand for what you need to stand for. And that is unfortunately not helping us. Yes, we are millions. Before we were a few 100,000 in this country and the Western world and you name it. But nowadays we are millions. And sometimes, unfortunately, the impact is less than those who lived 40, 50 years ago. Why? Because we're not recognizing what our fights are. And even if we do so, we start saying, he should do that. She should do that. And we start pointing the fingers at the others instead of rolling our sleeves and say, you know what? Alhamdulillah, I do recognize what my objectives are. I do recognize where the gap is. And let me see what I can do in order to fill up that gap. In order to contribute to the society, to my community, to my family, to my religious group, to my brothers and sisters, so we can live a better life in this country where there is so much misinformation about our values. So that is very important. Recognizing that is very important. And again, as I said, the bottom of all of that is sacrifice. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who are people
of values, people of sacrifice, people who donate generously, people who help the others as well. They love their Creator and they worship Him in the best possible way in order for them to be pleased with Him, and in order for Him to be pleased with them as well. As Allah says in the Quran, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. God was pleased with them, referring to the Sahabas, the companions of Prophet ﷺ, and they were also pleased with him as well. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وكبروا الله تعالى تكبيرا. الله أكبر.